Arsyet pse nuk rekomandohet të përdoren gjithmonë robotët në kriptomoneda. Duke parë interesin nga ana juaj, por duke informuar dhe duke parë nga afër, vendosa të rendis disa arsye. E para, robotët punojnë sipas rregullave dhe algoritmeve. Deklarata të personave të njohur, manipulime të forta, roboti nuk i kupton arsyet, por vetëm lëvizjet. Prandaj shpeshherë dhe reagon gabim. E dyta, robotët nuk kanë psikologji tregu, por vetëm njeriu, dhe njeriu ndalon kur sheh rrezik. Vetëm njeriu analizon situata të reja, por gjithashtu mund të ndryshojë dhe strategji. E treta, rrezik i lartë humbje nëse është të keq konfiguruar. 4. Mungesë kontrolli dhe mësimi. Robotët mund të kenë kuptim vetëm në rastin kur kanë një strategji të caktuar dhe kur kanë një menaxhim të fortë të risk, por gjithmonë giret për të theksuar vetëm si ndihmës, jo si kontroll i mendjes.